Në 26 vjetorin e çlirimit rrugët ishin plot. Mes emocionesh disa prej qytetarëve risollën në kujtesë momentet e tyre kur Gjakova ishte çliruar. Ata thanë se kjo ditë nuk është vetëm për të kujtuar, por edhe për të reflektuar mbi të ardhmen, duke ruajtur vlerat e lirisë dhe duke ndërtuar një shoqëri më të mirë për brezat që vijnë. Nuk kem rri shumë gëzimeve, gëzimi më i madh që ajo ka për ne. Jo për mu, po për të gjithë. E kur tjetë për gjithë, gëzimi o edhe 2 fisha për mu. Është shumë ndjenje mirë, patjetër që duhet me kanë, ndjenja e çlirimit edhe ja uroj gjithëve festën. Një qytetar që dikur kishte jetuar në diaspor, foli me emocion për lajmin e çlirimit të Gjakovës. Kujtohem o fjala që janë ditë e veçantë o fjala. Unë kam qenë gjatë lutës gjatë në Shqipni, po se ku marrë lajmin që u çliru Kosova, unë nuk më prit, ka pas rrethona, ja ko bomba, ja ko mina, ja tu ka kallë shtëpia ku ta di unë, po unë me hezitim kum pagu taksin dhe i marrë këtu. Kujtojmë se çlirimi në Gjakovë erdhi pas shumë vuajtjesh e peripetish të komunitetit që qëndruan në qytet përgjatë 78 ditëve të bombardimeve.